Burime spitalore palestineze njoftojnë se predhat e tankeve izraelite shkaktuan masakra në 2 shkolla të OKB-s në Gaza. Agjencia Reuters mund të ditur se 2 predha shpërthyen në oborin e njërës shkollë, ku qindra palestinez kishin gjetur stre për të shpëtuar nga luftimet mes Hamasit dhe izraelitëve. Të paktën 30 persona gjetën vdekjen. Kjo ishte shkolla e dytë e administruar nga Kombet e Bashkuara që sulmohet në Gaza brenda pak orësh. Në të parën vdiqën 12 persona. Një zyrtar i organizatës dënoi sulmin dhe kërkoi hetime të menjëhershme. Edhe pse nuk ka një reagim zyrtar nga pala izraelite, autoritetet akuzojnë Hamasin se po shfrytëzon xhami dhe shkolla për të mbrojtur. Ofensiva toksore izraelite është në ditën e 4, ndërsa që nga fillimi i bombardimeve numërohen më tepër se 500 të vdekur dhe mijëra të plagosur. Diplomacia ndërkombëtare vazhdon përpjekjet për të zgjidhur krizën, por edhe pse nismat kanë dështuar, një delegacion i Bashkimit Evropian ndodhet në Izrael, ku u takua me kryeministrin Ehud Olmert.